Brenda afatit ligjor, sot po miratojmë projekt ligjin për ndarje bugjetore për vitin fiskal 2026. Sikurse çdo vit, edhe ky bugjet do të ketë shumë risi. Së pari, kam kënaqësinë t'ju njoftoj që është bugjet në vlerë prej 4 miliard euro, ku 1/4 apo rreth 1 miliard euro janë bugjetuar për investime kapitale. Njërisi me këtë bugjet do t'jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik me qeverinë tonë në fund të vitit do të mund ta përfitoj edhe pagën e 13. Gjithashtu është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohej rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik varësisht nga vitet e përvojës punës. Ky bugjet për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletim i reformës asistencës sociale e shumë mbështetje të tjera për familjet. Me këtë bugjet rritet mbështetja për barna esenciale, por rritet gjithashtu edhe mbështetja për kulturën dhe për sportin. Rritet mbështetja për ndërmarrësit për sektorin privat dhe për bujqit, por rritet edhe për investime në infrastrukturë publike. Mirë po, para se gjithash, me këtë bugjet sigurohet qëndrueshmëria dhe vimësia e shtetit tonë dhe e zhvillimit të tij. Megjithse jemi qeverinë detyrë përmes ligjit për qeverinë, ku vendi ka parapar që edhe në situata të tilla, ku formimi i institucioneve mund të zgjasë më shumë se sa që duhet, shteti vazhdon funksionimin. Konkretisht, paragrafi 5 i nenit 31 të ligjit e parashet që edhe qeveria e cila ka përfunduar mandatin e plot, siç është rasti me ne, mund të propozoj bugjetin vjetor para kuvendit, sikurse që është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni. Prandaj, sot si qeveri, përveç se po zbatojmë një detyrim ligjor për sa i përket respektimit të afateve për miratim të ligjit bugjetit, gjithashtu po kryejmë obligimin ton si qeveri në detyrë që shteti të mos mbetet pa bugjet. I takon kuvendit dhe të gjithë deputetëve nga të gjitha subjektet politike që këtë bugjet ta miratojnë para se të shkohet në zgjedhje të reja në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e shtetit dhe të mos ndeshemi me situata ku shteti nuk ka bugjet të miratuar. Tani, sa u përket pikave të tjera të parapara në mbledhjen e sotme, përveç rritjes së pagave në sektorin publik, kemi lajm të mirë edhe për sektorin privat, sepse nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, kemi propozimin edhe për rritjen e pagës minimale, rritje kjo e cila do të ndikoj rreth 150.000 të punësuar. Ashtu si që kam premtuar, sot ka lajme të mira edhe për pensionistët, sepse pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro, duke filluar nga muaji nëntor i cili fillon nesër. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për personat me aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të punës. E siç e dini, kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijëve. Nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rritën për 50%. Pra, një nën me 2 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 20 euro,
nga muaji i ardhshëm do t'i marrë 60 euro. Një nën me 4 fëmijë që këtë muaj ka marrë 120 euro, nga muaji nëntor do të marrë 180 euro në muaj e kështu me radhë. Pra, sikurse çdo herë, shumë lajme të mira për të gjithë. E me që tash kemi edhe kuvend të konstituuar, sot në këtë mbledhje do ta miratojmë edhe dërgimin në kuvend të buxheteve të vitit 2025 për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, në mënyrë që kuvendi të bëjë pjesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025 dhe që këto komuna të kenë mundësinë të shfrytëzojnë buxhetin e si vjet, sepse aktualisht ende janë duke operuar me buxhet të vitit 2024 dhe kjo ka sjell vështirësi të shumta për to. Në rend të ditës e kemi dhe një vendim të rëndësishëm për artin dhe kulturën, për skenën e pavarur në veçanti, miratimin e rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore. E hartuar në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin artistik dhe kulturor, ajo paraqet themelin e reformës sonë kulturë për skenën e pavarur. Rregulloria të cilën artistët mezi po e presin, e ul dukshëm burokracinë dhe lehtëson aplikimin në thirrjet e hapura të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe hap rrugë për digitalizimin e gjithë procesit të aplikimit, sepse të vetmën gjë që artistët ja vlen të presin është inspirimi. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barme esenciale, mbështetja për kulturën dhe por rritet edhe për investime në infrastrukturë publike. Qëndrueshmëria dhe vejmësia e shtetit tonë dhe e zhvillimit të tillë, ku formimi i institucioneve mund të zgjasë më shumë se sa që duhet,